Përshëndetje, ja ku jemi përsëri bashkë me një recetë tjetër e cila është tavë me patate, qofte dhe perime. Është një recetë super e shijshme dhe super e thjeshtë për të përgatitur. Fillojmë ta përgatisim. Si fillim do të përgatisim qoftet. Vendosim një kokër vezë, kripën, udhrën e grirë, qepën e grirë, do të vendosim galet, bukë të grirë, ju mund ta grini dhe vetë, po të keni në shtëpi bukë të thara, do të vendosim piperin e zi, specin djegës të bluar dhe rigoni. Tani do fillojmë të përgatisim brumin e qofteve. E kemi përgatitur dhe brumin e qofteve, tani do të vendosim pak vaj ulliri, të cilën kjo na ndihmon shumë që në momentin që do formojmë qoftet mos të na ngjitet brumi në përduar. Ja ku e kemi gati, fillojmë ta përgatisim. I vendosim në një pjatancë, në një çfarë të dëshironi dhe formën jepjeni si ju të keni dëshirë. Unë i kam bërë në formë të rumëllakët. Faktikisht këto qoftet i kam përgatitur 3-4 ditë më përpara dhe i ka vendosur në frigorifer, në ngrirje. Për arsye sepse kur qoftet i përgatit më përpara, i vendos në frigorifer dhe i ke gati për çdo recetë që ti mund të përgatitësh të momentit. Ja ku i kemi përfunduar edhe qoftet, unë do ta vendos me pjatancë në ngrirje derisa do të ngrihen dhe pastaj më pas do t'i vendos në qese. Ja ku i kemi gati, fillojmë pjesën tjetër të recetës. Do fillojmë të grim perimet, unë për një tavë mesatare kam marrë 4 patate të mëdha, 2 speca jeshil dhe 1 kokur e gjysmë domate. Unë i kam prerë në këtë mënyrë, ju mund të prerni si të dëshironi, sepse me këtë presë që unë i pres, më jep shumë dorë, shumë kollaj. Ja ku i kemi përfunduar edhe prerjen e patateve, tani do t'i vendosim në një enë ku dhe do t'i marinojmë me krip dhe me piper, sepse patatja e merr pak me vështirësi atë kriposjen. I vendosim kripën, piperin e zi, do t'i përziejmë të gjitha bashk, domethënë krip, piper dhe patate, që patatet ta marrim siç e thamë më përpara, sa më mirë kripën. Tani ne do t'i vendosim në një tavë ku dhe do e përgatisim. Do t'i vendosim patatet në 4 anësoret e tavës, vendosin në këtë mënyrë, ase si të dëshironi. Ja ku e kemi përfunduar edhe vendosjen e patateve, ja qofte siç ju thash më përpara, që unë i kam vendosur në ngrirje, në përqese dhe i kam gati. Unë kam vendosur 6 copë. Qofte ju mund të vendosni sa të dëshironi. Unë për 2 veta që jam, i kam shumë mirë. Vendosim pjesën e patateve të mbetura brenda tavës dhe tani do fillojmë të presim perimet, specat dhe domatet. I presim në këtë mënyrë specat dhe i vendosim brenda qendrës së tavës, në këtë mënyrë. E specat i japin një shije të mrekullueshme. Çdo lloj gjallë, unë e përdor shumë specën në çdo lloj gatimi. Tani do të presim domaten në këtë mënyrë dhe do të vendosim dhe domaten brenda në qendër të tavës. Domethënë, jo në për patate, por në pjesë të brendshme të tavës. I vendosim në këtë mënyrë të gjitha fetat që kemi prerë të domateve, edhe tavën do e kemi gati. Ja i vendosim në këtë mënyrë. Ja, e kemi përfunduar dhe vendosjen e domateve, 1 kokër e gjysmë është e mjaftueshme. Kokrat e domates duhet të jenë mesatare, jo shumë të mëdha, megjithatë varet sipas dëshirës suaj. Tani ne do t'i spërkasim, do t'i vendosim pak krip perimeve, të cilën nuk i kemi marinuar me krip. Do t'i vendosim edhe piperin e zi. Në fakt duke sikur i vendos shumë krip, po ajo e nxjerr shumë pak grirësja e kripës dhe tani do të vendosim
do i spërkasim me vaj. Unë i kam spërkatur, nuk i kam hedhur vajin kështu, sepse që mos të marrin shumë vaj, plus që kështu spërkatet më mirë. E vendosim në furrë të parangrohur në 200 gradë për 20 minuta. Ndërkohë që tava merr atë pjekjen e parë, ne do të përgatisim salcën. Unë kam marrë ujë në zjerje, ujë të përvëluar, dhe në të do të vendos salcën koncentrat. E trezoj. Marrim më mirë lugën e durit, sepse është më e mirë, trezojmë, dhe tani në të do të vendosim kripën. Mos mendoni se ka shumë krip, sepse perimet nuk e kanë marrë atë kripën e mjaftueshme. Do e nxjerrim tavën nga furra, ku ka kaluar 20 minuta, dhe ta shohim se si na është pjekur. Tava e ka marrë pothuajse pjekjen e saj, si qoftet, perimet edhe patatet. Tani do të vendosim salcën që përgatitëm brenda perimeve dhe qofteve. E kemi vendosur edhe salcën që përgatitëm pak më përpara, dhe tani do ta tundim pak tavën që salca sapo hodhëm të shpërndahet dhe në anësoret e tavës, ku janë patatet. Do të vendosim 4 thelë pinjudhra, unë 4 kam vendosur. I vendosim në këtë mënyrë, dhe do të vendosim 2 degza rozmarine, të cilën unë i kam në balkon, në një vazë të madhe, dhe i përdor në çdo lloj recete që më nevojitet. Do e pjekim në temperaturën 180 gradë për 10 deri në 15 minuta. Ja ku e kemi, tava është pjekur në mënyrë perfekte. Siç e kam theksuar gjithmonë, këtu në kuzhinën time ka lëshuar një aromë fantastike, si çdo gatim dhe në çdo shtëpi që kur gatojmë receta të mira apo çdo lloj recete tjetër, aroma është primare në ambientet tona. E vendosim për ta servirur dhe ta shohim si na është bërë. Në sy duket shumë mirë. Tani do t'i vendosim edhe pak nga i lëngu që kanë nxjerr perimet me patatet dhe me qoftet, të cilën i jep një shije të mrekullueshme. Ja jedhim pak lëng sipër. Vendosim. Dhe e kemi gati për ta servirur, duke kënaqur familjen tonë me një recetë të mrekullueshme. Ja ku e kemi, tava na ka dalë e mrekullueshme, shumë e mirë. Ju bëft mirë. Faleminderit shumë që ndiqni recetat e mia, dhe një falënderim pafund të gjitha anvisat që lënë një mesazh poshtë videove të mia. Do dëshiroja shumë që kjo recetë t'ju ketë pëlqyer dhe gjithashtu të më lini përsëri një mesazh, sepse është një shtysë shumë e madhe për mua. Edhe një herë, faleminderit që më ndiqni dhe miru takofshim në videon e radhës.